Good morning, Your Honor. Mirëmëngjes, i nderuar gjykatës, zonia administratore të gjithë të pranishme në këtë sallë. Gjyqi, i nderuar gjykatës, jam i lumtur që kam mundësinë që të flas këtu. Paraqitemi sot për të folur sot lidhur me përpjekjet e shëmtaçit dhe të akuzuarve të tjerë për të minuar dhe manipuluar kuadrin e kësaj gjykate. Ato në mënyrë të drejtë për drejtë kanë dhunuar vendimet gjyqësore dhe të cilat kanë patur si synim që të bëjnë të mundur që dëshmitarët dhe viktimat të mund të japin të shtëpinë pa patur frikë dhe influencë dhe që të kenë besimin që identiteti i tyre nuk do të ishte konfidencial. Shëmtaçi është i akuzuar se në mënyrë sistematike dhe të vazhduar, ka vazhduar që të ndërhyjë me këtë dëshmi të dëshmitarë dhe ka dhunuar të gjitha urdhrat e gjykatës, të cilat kanë synuar mbrojtjen e informacionit të konfidencial të bashkëakuzuarit, kanë marrë pjesë në mënyrë të paligjshme në këto krime. Sjellja e të akuzuarve është në thelb të shtetit të së drejtës dhe kësaj gjykate, e cila ekziston brenda sistemit gjyqësor të Kosovës me qëllim që procedurat të jenë të pavarura dhe të drejta të sigurta. Prandaj ndodhemi këtu sot. Nëse të akuzuar kanë patur sukses në përpjekjet e tyre për të ndikuar mbi dëshmitarët, nuk ka rëndësi. Arsyeja se pse i kemi dhënë burimin kësaj çështje është që të mbrojmë integritetin e procedimit në çështjen 6 për të bërë të mundur që bota dhe publiku i Kosovës ta kuptojnë se çdo kush që përpiqet për të ndërhyrë, për të mos lejuar dëshminë e vërtetë të çdo dëshmitari që vjen përkara këtij trupi gjykues do të japë llogari. Mbrojtja e shtetit së drejtës do të thotë që askush nuk është mbi këtë ligj. Ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të tërë. Ne dimë se populli i Kosovës i merr seriozisht këtë akuzë për shkak se krijimi i kësaj gjykate nuk kishte të bënte thjesht me krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, por përfshinte në mënyrë specifike edhe krimet e parashikuara në këtë çështje gjyqësore. Pengimin i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, dhunimi i sekretit të procesit dhe mosbindja e gjykatës. Ne dimë që populli i Kosovës dëshiron që të zbatohet shteti së drejtës në gjykatat e veta dhe këtë e pranojnë si diçka thelbësore. Dhe duke patur parasysh se një grup i vogël për i fuqishëm njerëzish në Kosovë vendosin interesat e tyre mbi ato të tjerave, do të paraqiten çështje në këtë çështje, të cilat do të ekspozohen dhe dënojnë këtë grup të vogël. Siç e di trupi gjykues, kjo çështje ka të bëjë me audiencizime dhe dokumente të konfiskuara, të dëgjuarit të akuzuarit duke folur me njëri tjetrin dhe dokumente që kanë shkëmbyer dhe pjesë e rëndësishme e kësaj çështje gjykatës të gjykimit do të ishte edhe përcaktimi se çfarë kanë patur parasysh me fjalët e tyre. Përpara se të flasim më tej me këtë, do të theksoj fillimisht se për çfarë nuk bëhet fjalë. Kjo çështje nuk ka të bëjë me mbrojtjen legjitime të Hashim Thaçit në gjyqin mbi krimet e luftës. Hashim Thaçi ka një ekip të madh mbrojtje në atë gjykim dhe ka patur qasje të përcaktuar, të pa kontrolluar me anëtarët e ekipit të tij përmes takimeve. Asnjë prej këtyre takimeve nuk janë regjistruar. Askush përveç Thaçit të mbrojtjes së tij nuk e din se çfarë është thënë ato. Të njëjtat takime dhe thirrje të cilat janë incizuar pas autorizimit gjyqësor janë ato të cilat janë të paprivilegjuara dhe Thaçi e ka ditur paraprakisht se ato nuk duhet të shfrytëzoheshin për takime të paligjshme lidhur me dëshmitarët. Fakti që nuk janë incizuar thirrjet e privilegjuara reflekton rëndësinë që ne i kushtojmë këtu në DSK dhe në ZPZ përfaqësimit ligjor të akuzuarit. Ky procedim penal nuk ka të bëjë me kontrollin e fjalëve, as me të drejtën e akuzuar për të folur lirisht. Në këtë rast nuk është për të drejtën e Thaçit për të kundërshtuar akuzat në çështjen 6 apo për të luajtur rol aktiv në mbrojtjen e tij. Asnjë për këtyre nuk përbën krim. Thaçi ka patur dhe vazhdon që t'i gëzojë të gjitha këto të drejta të rëndësishme. Ajo që është kriminale si të qoftë është
plani udhëzimet dhe kontrolli një plani të gjërësishëm nga ana thaqit për të ndikuar mbi dëshmitarët dhe për të ndërhyrë në administrimin e drejtë të barabartë të drejtësisë kriminale. Është gjithashtu nxjerrja e informatave të dëshmitarëve të mbrojtur duke shkelur urdhët e qarta të gjykatës. Urdhët e gjykatës të cilat janë nxjerrur pikërisht për të bërë të mundur që dëshmitarët të jenë të sigurtë kur të vinë për të dhënë dëshmi përpara këtij trupi gjykues. Dhe pavarësisht se udhëzimet e incizuara të thaqit kishin të bënin me minimin e dëshmive në çështjen 6, me qëllim që ato të ishin shfaqësuese në përfitim të thaqit, kjo çështje gjyqësore këtu nuk ka të bëjë me përgjegjësinë e tij penale në çështjen 6. Është thjesht për të përcaktuar nëse udhëzimet e thaqit për të ndikuar mbi dëshmitarët dhe nxjerrja e informacioneve konfidenciale në të materialeve të çështjes 6 janë vepra penale në vetvete. Thaqi ka patur një audiencë të mirë në kuadrin e bashkë të akuzuar. Incizimet do të tregojnë influencën e Hashim Thaçit mbi të bashkëakuzuarit e tij dhe gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në atë plan. Në rastin e Fadil Fazliu dha sugjerimet e tij se çfarë duhet të thonin dëshmitarit dhe shfrytëzoi edhe djalin e tij për të ndihmuar për të arritur këtë qëllim. Në rastin të akuzuarit Isni Kilaj mori nga Thaçi dhe nga qendra paraburgimit dhe kopje të dëshmimit të deklaratave paraprake konfidenciale të dëshmitarëve me qëllim që të ndërhynte me dëshminë e tyre. Këto dokumente, siç do të dëgjoni më vonë, janë konfiskuar nga shtëpia e Kilajt. Në rastin e të akuzuar bashkim Smakaj u bashkua me përpjekjet e Thaçit për të përpuzur disa dëshmitarë dhe mori një dokument të printuar 10 faqesh i cili tregonte përgjegjësinë penale të Thaçit në çështjen 6 dhe cila ishte në përputhje me udhëzimin që kishte dhënë Thaçi për këto dëshmitar. Ky dokument, siç do të dëgjoni më vonë, është konfiskuar nga makina e Smakajt. Në rastin e akuzuarit Haridin Kuçi ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme sugjerimet e tij se çfarë duhet të thonin dëshmitarët të shënjestruar me qëllim që ai ishte në përfitim të Thaçit. Në fakt, Kuçi kishte pozitën për të bërë këto sugjerime, pasi në atë kohë ai ishte një nga persona që bashkë përfaqësonte bashkëakuzuarin të Kadri Veselin në çështjen 6. Incizimet e kësaj çështje nuk përbëjnë thjesht pajtim mes të bashkëakuzuar për të kryer krime, por tregojnë edhe besnikërinë ndaj drejtuesit Hashim Thaçit dhe një angazhim për të zbatuar dëshirat e tij. Të gjithë akuzuarit kanë patur një synim të vetëm: pengimin e procedurës penale në përfitim të Hashim Thaçit. Këto sjellje janë rrezik aktual ndaj shtetit të drejtës, i cili kërkon që dëshmitarët të dalin para trupit gjykues për të treguar se çka kanë përjetuar pa patur frikë, influencë apo ndërhyrje të çfarë do llojshme. Është e rëndësishme për të ardhmë në këtë institucion që këto fakte të dëgjohen dhe të gjykohen në mënyrë publike me qëllim që të krijohet një proces verbal i besueshëm dhe i vërtetë. Është e rëndësishëm që ne të ndërrojmë angazhimin tonë ndaj publikut të Kosovës dhe botës për të bërë të mundur që të arrijmë në zbatimin e parimit që askush nuk është mbi ligjit. Të nderuar gjykatës, të dëgjoni nga kolegët e mi çështje më të hollësishme lidhur me këtë çështje. Zoti Hafez do të jap një përmbledhje të dokumenteve dhe të dëshmisë dokumentare lidhur me këtë. Pastaj zoti Hicks dhe zoti Okonu do të flasin lidhur me ligjin e zbatueshëm dhe elementet që e përbëjnë atë. Faleminderit.